Overdrafti është kredi që mund ta marrin vetëm klientët më të mirë të bankave, më të besuar të tyre. Dhe kryesisht overdrafti lidhet me qarkullimin e bizneseve, edhe me rritjen e pagave. Vitin 2025 ka pas rritje të qarkullimit të bizneseve, por ka pas edhe rritje të pagave. Bizneset i marrin kredit të overdraft, kryesisht kur nuk përputhet arkthimet me pagesat. Sham ka me dhon pagat në fund të muajit, s'ka ardhë të hyrat mjaftueshme dhe e përdore overdraftin. Overdrafti ka një të mirë për shkak se përdoret vetëm kur ke nevojë për të. Dhe paguon interes vetëm kur ta përdorësh. Nëse ke pazar ditor, deri pazarin ditor në bankë dhe overdrafti shkon bëhet zero ose zvoglohet. Kështu që nuk paguon për shumën që ke marrë. Themi ke marrë 100.000 euro overdraft dhe ke pagu pagat apo ke bën import dhe pas shitjes produkteve ka ardhur pazari ditor dhe është mbyll overdrafti për 1 javë, 2 javë. Kështu që është kredia më komode që bizneset kanë dëshirë me marrë. Është sikur një rezervë buxhetore